sulmosh tjetrin fizikisht nuk është e drejtë themelore e jotja. Fjala bie, të sulmosh tjetrin ta godasësh me vezë, me domate, me vaj, me çfarë duhesh, merr cilin do nga ushqimet për ta sulmuar e për ta goditur, nuk është e drejtë themelore e njeriut. Do ta sqaroj këtë gjë sepse po krijohet ideja që në rast se ti ndalohesh të godasësh tjetrin, ta sulmosh fizikisht dhe ta godasësh tjetrin, po të cënohen lirit dhe drejtat ty. Ja. Sulmi fizik është gjëja më e ndyrë që mund të ushtrojë një qenie njerëzore kundrejt një qenie tjetër njerëzore. Nuk ka gjë më të poshtë se sa ta sulmosh tjetrin fizikisht. Zoti në dha gjithëve mendjen për të menduar, për të arsyetuar, për të analizuar e natyrisht gojen për të komunikuar gjithçka që mendojmë, për të marrë vesh me njëri tjetrin përmes gjuhës, mendjes edhe gjuhës. Jo përmes duarve, jo përmes forcës fizike, dhunës. Dëgjoja sot në parlament kryetaren e Komisionit Parlamentar të Lirive dhe Drejtave të Njeriut që justifikonte me një lehtësi të paimagjinueshme sulmin fizik dhe gjuajtën me vezë përkundrejt kolegëve të saj, deputet. Nuk pyet fare kësaj se sa mirë apo sa keq ka bërë gjithë secili nga ne në jetën e tij aty në kuvend apo edhe jashtë kuvendit. Por jemi në botë tjetër. Në botën kur të bësh keq, të bësh faj, ndëshkohet nga politikisht deri penalisht. Është një botë tjetër, është një kulturë tjetër ajo ku ti ndëshkohesh për atë që di, për atë që thua, për atë që mendon, për atë që thua, për atë që bën me gur. Me gur. Ishte një kohë tjetër ajo ku e afërta, nuk është e largët në kohë, ku për të thënë atë që mendoje, për të kundërshtuar, e kështu me radhë, të qëllonin me armë. Dhe të vrisnin, dhe kam vrarë. Shtu që kjo lehtësia e paimagjinueshme për të justifikuar sulmin fizik ndaj tjetrit është e neveritshme, për më tepër kur shitet si liri e të drejta themelore e në krahun tjetër reagimin ligjor mbi atë që sulmon fizikisht, sulmon dhunshëm si kufizim i lirive dhe drejtave të njerëzit. Ku jemi?